Lutem jepni një koment për Shqipan, ju lutem. Çfarë prisni? Se ne nuk është se kemi biseduar pas ardhjes së Trumpit. Për sa i përket presidentit të ri Trump, unë nuk mund të sugjeroj ose të komentoj asgjë, për shkak se është një president i paparashikueshëm, edhe këtë nuk mund të jap analizë, por mund ta them plotësisht që Donald Trump nuk do t'i largoj forcat amerikane që janë kuadër të Aleancës Atlantike të NATO-s, gjithsesi në Kosovë, për shkak se është pjesë strategjike e Departamentit të Sigurisë amerikane ushtarake, është pjesë strategjike, duhet të jenë forcat amerikane në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri. Ne e kuptojmë fort mirë dhe besoj që në rrafshin global do të kemi ndryshime, kuptohet. Unë mendoj që kryeministri i Kosovës e po mirë që po investon në ushtri, i bëj thirrje Ministrisë Mbrojtjes së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, po ashtu veprojnë në njëjtën mënyrë për shkak se ne duhet ta shikojmë edhe aleatin tash ton trilateral, që ka bërë marrëveshje, Kroacin ne duhet të bashkangjitem së bashku të bëhemi një ekip i fortë, që në Ballkan të kemi një forcë tonë mbrojtëse dominante. Dhe në këtë rast, Donald Trump, momentin që e shef që ne po investojmë për sigurinë e vendit, në formën e ushtarake edhe ato policore, edhe shërbime tjera në sigurisë, ai e kupton shumë mirë sepse nuk mund të ndryshojë diçka në Ballkan, përveç që të mbrojë interesat e kësaj aleance trilaterale që është krijuar. Ne kemi një intervistë që thotë Donald Trump, thotë nëse shqiptarët mund të bëhen nervoz, atëherë mund të kemi luftën e tretë botërore. Është një intervistë shumë e veçantë dhe ai këtë nuk e harron. Dhe ne kemi shqiptarë në Amerikë, ish ushtarak të Shqipërisë, ushtarak me plot kuptim në fjalës, që kombi shumë pak ka pas njerëz të tillë që kanë kontakte drejt për drejta me administratën Trump dhe shqiptarë tjerë, dhe më besoj që presidenti Trump nuk është kundër shqiptarëve, përkundrazi ai e kupton fort mirë se çfarë do të thotë një aleancë me shqiptarët, amerikanët, kroatët dhe po folja edhe Kosovën, ata po ashtu njëjtës pjesë. E kupton shumë mirë se çfarë do të thotë në Ballkan, në mbrojtje e hekurt nga Rusia. Po ashtu ne kemi po edhe pjesën tjetër të nuk kanë më kacafytjen mes Turqisë dhe Amerikës. Kjo mund bën një rol shumë të veçantë. Turqia nuk e sulmon Trump, dhe ana tjetër. President Erdogan dhe Trump janë në heshtje, nuk kemi sulme, po folje sulme të cilat komenteve të cilat ipen, dhe kemi një aleancë besoj shumë të fuqishme, sepse më besoj shumë që Donald Trump do të jap një dritë të gjelbërt Republikës Turqisë, që të ketë një rol dominant në një pjesë të Evropës dhe në Ballkan. Pra mund t'ja mund t'ja dorëzoj Ballkanin SBA-ja Erdoganit. Një rol kyç, sepse Ballkanin Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo administrata Trump nuk ja dorëzon askujt, sepse është pjesë strategjike luftarake. Por një aleancë me ta bën më të fortë NATO-n, po ashtu edhe Aleancën Veriatlantike, për shkak se ne kuptojmë fort mirë se çfarë force ka Republika e Turqisë, çfarë force ushtarake, dhe për ditë po nxjerr gjërat e tjera, për ditë po nxjerr dron, për ditë po nxjerr aeroplan, për ditë po nxjerr makineri të blinduar, dhe kjo është një pjesë shumë e fortë në NATO-s. Njëkohësisht duhet ta nxjerr nga kjo përpamje, përveç Donald Trump,
Ne kemi edhe një forcë cilat tani më Republika Federale e Gjermanisë është të kriju mekanizmat e tyre që të prodhoj makineri ushtarake në nivelive tjera, jo deri me tani, po të ketë në nivelive të larta, të cilat ka me qenë forca, mendoj, e parë në Evropë sa i përket në makinerisë dhe pjesës tjetër luftarake. Republika Federale e Gjermanisë është duke financuar në një formë shumë të veçantë në ushtrinë dhe në sigurinë e vendit. Dhe jo vetëm, në momentin që kemi një Gjermani të forcuar, tepër të forcuar nga pjesa e makinerisë ushtarake edhe luftarake, atëherë besoj që kemi një aleancë shumë të veçantë për mbrojtjen nga Rusia, sepse Rusia në një formë merr një pakt me Iranin, me Kinën, me Korenë e Veriut, cilat në një kohë të ardhmen bazë inteligjencës dhe në tjera ushtarake dëshirojnë që ta kufizojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër këto forcimi i Gjermanisë është një kundërsulm ndaj këtij pakti. Zoti Makolli, të falenderoj shumë për gjithë analizën që bëhet për këto çështje që diskutuam. Ju falenderit, ju më pres në të ardhmen dhe shpresoj të takojmë dhe të bisedojmë dhe të komentojmë edhe në të ardhmen. Shpresoj të kemi edhe pjesë dhe kanalit juaj të jenë edhe pjesë tjerë të njohjes çështjes të sigurisë dhe të kemi një bazë qendrore gjithsesi emisione të veçanta për sigurinë. Ju falenderit për shërbimin dhe për mundësinë për qytetarët e Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës që jeni në shërbim tyre. Faleminderit shumë.